Pas fitores bindese në transfertën Korçare, takimi vlefshëm për kampionatin kombëtar të Superligës së Meshkujve, takimi rrallës për vllaznin e drejtuar nga Eni Llazani, ishte ai ndaj ekipit të Apolonis, dy skuadra këto që luajtën takimin e parë në kuadër të Ligës Unike Shqipëri-Kosovë grupi B, ku bëjnë pjesë edhe dy ekipet kosovare, Golden Eagle Ylli dhe Gopeja. Sfida e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi u shënua me rivalitet të fortë për të cilën flasin edhe barazimet e shumta. Janë miq Nafieri që fitojnë periudhën e parë 14-16, ndërkohë që 10 minutë i periudhës së dytë fitohet nga Vllaznia 22-20, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet në shifra të barabarta 36-36. Pas pushimit të pjesës së parë kuqeblut kalojnë momente të mira, gjë që reflektohet në rezultat, ku përfundimi i kësaj periudhe mbyllet 61-56. Apollonia ka një përmirësim në periudhën e katërt, por gjithsesi Vllaznia është aty duke arritur të mbajë ekuilibrin dhe 1 minutë nga fundi i takimit është 4 pikë plus, por pikërisht aty kur duhet të ishin më të kujdesshëm kuqeblut gabojnë, sidomos në gjuajtjet lira, ku në këtë ndeshje ishte defekti kryesor i tyre, duke dhënë mundësi miqve nga Fieri të barazojnë rezultatin 72-72. Shansi për të fituar ndeshjen është sërish nga ana e Vllaznisë, e cila kur duheshin edhe 52 sekonda lojë ka topin në zotërim, por do shton në 2 mundësi, ndërkohë që në limitet e kohës së rregullt Apollonia shënon duke fituar 72-75. Skuadra jonë sot bani një zhvilloi një ndeshje të mirë. Nuk është se nuk jam i kënaqur me paraqitjen fush. Sytë ton nuk janë aq shumë tek liga unike, pavarësisht se e vlerësojmë maksimalisht, siç e patë edhe në fush. Kjo ndeshje nuk shkoi mirë në aspektin e gjujtjeve. Nuk patëm përqindje të mirë të realizimit për 3 pikë. Kjo gjë na pengoi në zhvillimin normal të sulmeve. Dhe çka duhet theksu më tepër, patëm shumë probleme tek gjujtjet e lira. Skuadra jonë sot ka gjujt 30 gjujtje të lira dhe ka shënuar 16, pra 53%, që është shumë e vështirë me fitu një ndeshje me këtë përqindje gjujtjesh. Ne do hyjmë fort me lujt çdo ndeshje, pavarësisht ligës unike, por prapë për mua po ta them edhe herë shumë e rëndësishme që skuadra u përgjigj mirë me ritëm, me agresivitet, me mbrojtje të fortë. The game from the beginning was Ishte një lojë shumë e vështirë, me avantazhet e saja për çdo ekip, por që në fund mendoj që është keq për humbsin, por mirë për atë që fitoi. Luajmë deri në minutën e fundit me idenë për të fituar. Kështu që normalisht që besimi ishte dhe ne kemi luftuar deri në minutën e fundit. Shkojmë pas ndeshjeve dhe shohim në fund rezultatet si do dalim.